Zoti është drejtësia e mëshira, i ndalashëm në sakrim dhe plot dashuri. Zoti është mirë për të gjithë, i dhimbshëm për të gjithë krijesat e veta. Le të lavdërojë o Zot, të gjitha veprat e tua, e le të bekojnë shenjtë e tu. Le ta tregojnë lavdinë e mbretërisë sote, le të kuvenin për pushtetin tënd. Për t'u ashtëruar njerëzve gjithë pushtetësinë tënde dhe lavdinë e madhërisë së mbretërisë sote. Mbretëria jote është mbretëri e amshueshme, pushteti yt prej breznie dhe brezni. Unë, Gjoni, pash një qiell të ri e një tokë të re, se që qielli i parë dhe toka e parë u shtrutën. As deri nuk pushton. Pash dhe qytetin e shenjtë, Jeruzalemin e ri, zbrisni nga qielli, prej hyjt historisur por si nusja e përgatitur për fatën e vet. Atëherë dëgjova një zë të fortë që vinte nga proni. Ja, tenda e hyjt me njerëz. Ky do të banojë me njerëz. Ata do të jenë populli i tij. Kurse Ati dhe hyj do të jetë me ta, hyji i tyre. Ai do të çojë çdo lodh në sy të tyre. As tegje më do të ketë, as vaj, as ofsham, as dinga më do të ketë, sepse bota më pashme mori fund. Atëherë ai qëlli në fronë tha: Ja, unë i bëj të reja të gjitha sendet, dhe shtoj, shkruaj, këto fjalla të besueshme dhe të vërteta. Fjalla e Zotit. Jezusi tha: Tani u lavdërua biri i njerit, edhe hyj u lavdërua në ta. Nëse hyj u lavdërua në ta, edhe hyj do ta lavdëroj ata në vetë. Po madje njëherë do ta lavdëroj. Fëmijët e mi, edhe pa kohë jam me ju, do të më kërkoni, por sigurisht u thash i vendë. Tani po ju them edhe ju, unë po shkoj ju nuk mund të vini. Po ju jap një urdhër të ri, doni njëri tjetrin. Sikur se unë ju desha juve,